propozimin e parë e ka bo Bajram Kusumi dhe thot, propozoj kryetar të udhëhec të delegacionit Hashim Thacin dhe ndemës të tij Veton Suruje. Që ky ka qenë propozim i Bajram Kusumit. Dhe tash kur udhon ky propozim, aty kanë filluar edhe propozime tjera. Dhe kjo punë o rrit kogja shumë. Deri në jo ky, jo ai, jo ky dhe në fund çeça vendos se tash këtu duhet me orë me fol. Se fundit është liber krejtërisht se cili me frymarrje që ka thonë. Mirë vendoset që në udhëhecësi të delegacionit tjetë Ibrahim Rugova, Hashim Thaci, Recep Qosa, Veton Suruje. Dhe delegacioni ka kërtu këta katërt me dalë jashtë dhe me zgjedhë udhëhecin dhe mënyrën kush e udhëhec. Kanë dalë jashtë. Jonë kthy, edhe kur jonë kthy kanë qenë pa vendim. Pa vendim. Ka pas vendim rotativ, ka pas jo me konë veç kë, jo leto kë, me konë kë, let jashtë edhe kë, dhe u pa që aty nuk u vendos. Qka u vendos kush me qenë në udhëheqje delegacionit që janë 4 veta. A jem dhe i këtu në regull? Pa. Ka ardhë e nesërmja. Kur ka ardhë e nesërmja, jo në ullë, do me thonë edhe gjithë e rukon, Thaci, Rugova, Qosja, që shtu ka qenë, ajo e pa thonën, pa emna gjithë e rullja, se ka qenë në sigur kjo studio që është një salë e madhe, unë e kom pas një kompjuter nga të kryesis delegacionit, që kom nejtë që të, kom shkru, kanar, kush e ka qelë derën, për sekretaris, që kanë me thirë, që me bunese. Dhe, kur ka ardhen Majorski, Hili dhe Petrici në mbledhje se gjithherë kem fillu me ta, ose nëse ata kanë pas, më kanë thonë mua në thiri delegacionin, hajde kem diçka me ju komuniku, kur kanë ardhur ata, mbledhja ka filluar. Kështu, Hashim Thaci, thot, në emën të delegacionit, i thot dosende, kështu. Dhe thot, kërkoj armëpushim, që ta bojmë një marrëveshje për armëpushim. Aty, Majorski o qmend, o dalë, përfaqësuesi rus, që qysh po kërkon kjo armëpushim. Me kërku armëpushim do të thot me njoft partneru që kënë. Dhe ishte problem. E adi kur nalë Thaci që mos ka kërkue, se gjdo herë kërkoj ke. Edhe atë rusin e patranutën, edhe më sëndi. Kur jo është thonë Thacit që nashta ma miro me hesh këtë punë, se mos po lyp edhe Serbia me nënshkru dhe të pikshin e ardhes këtu, ku një pik është njohja sovranitetit të ish Jugoslavisë mbi Kosovë. Okay. Edhe të marrë që si sinjale, kjo o hesht paksi. Për ndryshe ka kërku, sepse që atërë dhe në Prishtinë u bo një eksplodim të Dardania këtu nga një klinike që u vranë, ka pas edhe të vranë, edhe delegacioni ka qenë atje dhe e ka përdor edhe tha që këtë argument me kërku ndalje të... Dhe tash, deri këtu jem regull, dhe kanë fillu punë të më kry. Sa here është fol tash me të hujtë që kanë ardhë, që tash ka ardhë kjo aji, tha që e ka lur rolin e udhëhecit. Dhe o shëndru në udhëhec de facto. Tash nëse e dënë de jure nuk ka dokument që kjo zjedh kryetari delegacion. Okay. Por, de facto, kjo ka qenë udhëhec i pranum dhe këtu meritat më të mëdha i ka Ibrahim Rugova. I cili, sepse me Qosja nuk ka qenë problemi, Qosja ka pranu edhe ka... Ibrahim Rugova ka mujtë si president i shtetit me vota drejt për drejta, me pas, por Rugova e ka zgjedh heshtjen. Ose abstenimin këte, dhe kjo e ka qu Thacin edhe u proklamu si lider i delegacionit. Dhe kjo është e vërteta dhe sakta. Më pyet ti mu, a ka qenë udhëhec si delegacionit Hashim Thaci 101 herë të thëm po. Po më pyet ti mu. Si erdhi? Si erdhi dhe a erdhi, unë për që ata e mohoj fjallën kryetar, se kur kryetar nuk mund me u bo pa u zgjedh me vot. Por udhëhec mund është me qenë, se udhëhecja është veprim. A kryetar laku funksioni nuk mirët me veprim, mirët me votim. Për këtë arsye, kjo është e vërteta. Kjo në asnjë moment nuk e zbe figurën e Thacit për udhëhecit. Edhe duhet me qenë vërtet, unë e kom thonë ka qenë negociatori mirë dhe ku është dasht ka reagu mirë, por krejt delegacioni kam punu mirë. Ka qenë një farë shkrirje, a i thonë akullit shumës equj, shkrirje e equjve në fillim, por masandej kanë punu si blet të tonë. Ka pas tash aty. Kur ka ardhë puna më nënshkru që këtë betimi, se krejt koha mundet më nashku qëtu, këtu ka pas kresh. Sepse as betimin Thacin nuk dojke,
por meritat duhet mjallon. Betimi ishte për?